Ju falemderit nga zemra të dashur e shumë të respektuar qytetarë të Fushë Kosovës, sa qeveriste LDK-ja me Fushë Kosovën, kjo sallë ishte e ngratë. Ishte ngratë dhe me temperaturë duket se sot e pas kam ftofë qëllimisht besnik mos mundën me na lidhjen demokratike të Kosovës. Nuk mundën me na lidhjen demokratike të Kosovës asnjëherë. Nderuar qytetarë të Fushë Kosovës, nderuar mbështetës, veprimtar, punëtor, familje të rinj e treja, zonja, zotrin, jemi mbledhur në Fushë Kosovë, në një qytet që nuk është një hapësirë e rëndom gjeografike, po është realiteti më i mirë i zhvillimit Kosovës, një qytet i ndërtuar me punë, me migrim të brendshëm nga të gjitha anët e Kosovës dhe jo vetëm dhe nga lugina e Preshevës, Medvegjë apo Janovci, nga përpjekja përditshme për jetë më të mirë, një qytet ku njerëzit nuk kanë kërkuar asnjëherë privilegje favore, po kanë kërkuar gjithmonë mundësi, kanë kërkuar dinitet dhe me këtë dinitet kanë kërkuar dhe një shtet. Fatkeqësisht në vitet e fundit, shteti që njerëzit tonë, njerëzit e Fushë Kosovës e kanë kërkuar, është në një krizë të thellë institucionale, morale e besa edhe politike. Sepse për herë të parë që nga shpallja pavarësisë, vendi ka mbetur pa funksionim normal të institucioneve të veta. Parlamenti, siç e keni parë për një vit të tërë, ka mbetur tërësisht i bllokuar. Qeveria në detyrë ka vepruar në kundërshtim e vazhdimisht në shkelje me kushtetutën. Gjykata kushtetuese është sfiduar e poshtruar. Vendimarrja institucionale në Republikën e Kosovës ka qenë pothuajse tërësisht e paralizuar, e dialogu shoqëror, ai domosdoshmi, ai që e mban shoqërinë tonë gjallë, është zëvendësuar me përplasje. Pra, në vend të një bashkëpunimi, kemi parë e vazhdojmë të shohim besa dhe sot përçarje dhe e gjithë kjo ka ardhur si rezultat i një mendësie populliste që nuk një kompromis, nuk një dialog dhe nuk një shtet mbi vete. Kjo mendësi bllokuese ka prodhuar ndarjen e madhe tonën të brendshme, ka ndarë shoqërinë tonë në ne e në ata, ka ndarë qytetarët në qytetar të mirë e në qytetar armiq e në tradhtar e patriot. Ka ndarë institucionet nga njëra tjetra, ka ndarë fundja dhe Republikën e Kosovës nga aleatët tonë historik. Dhe natyrisht, një shtet i ndarë nuk mundet me ecë përpara. Një shoqëri e polarizuar nuk mundet më zhvillu asnjëherë. Një demokraci e bllokuar pa institucione shtetërore nuk mund të jetoj gjatë. Prandaj i kuptojmë si LDK, i kuptoj unë si kandidat i saj për kryeministër, gjitha vështirësitë e mëdha që i keni pas në vitin e fundit, po mbi gjitha në 4 vite qeverisje të një pushteti popullist, dhe sot me të drejtë mund të pyesim njëri tjetrin se ku mbaroi e gjithë shpresa, ku mbaruan të gjitha mjetet financiare në Republikën e Kosovës, e cilat janë projekte që mund të mbahen mend sot pas 4 viteve qeverisje të një pushteti popullist. E tim qartë, e kemi shumë qartë, me popullistët Kosova zhvillim nuk ka dhe këtu tani bashkarisht të gjithë duhet të ringrihemi edhe një herë të japim LDK-s shtytjen e domosdoshme përfitore në radhës të 28 dhjetorit. Sepse s'ka alternativ tjetër. S'ka alternativ tjetër sepse LDK-ja nuk është, s'ka me qenë asnjëherë parti e rastit apo parti e qastit. LDK është forcë e fortë politike e ka ndërtuar shtetin në kohë shumë më të vështira, është forcë që ka ditur të udhëheqë me plot maturi, ka ditur të bashkoj, të parafroj edhe kur ka pas përçarje të rënda kombëtare, po mbi gjitha, në asnjë moment LDK-ja nuk ka humbur orientimin e vet euro-atlantik të Kosovës, kur ky orientim është jetik për shoqërinë e Kosovës. Prandaj, LDK-ja nuk premton mrekulli, por premton normalitet, premton shtet, premton rend, premton ligj, premton zhvillim, premton të ardhme e cila po na mohohet tash e 4 vite.
Ne jemi forca që e shohim qytetarin qendër të politikës tonë dhe jo qeveritarin e pushtetarin në qendër të interesit. Ne mbi gjitha e para së gjithash e shohim dhe familjen se bazën kryesore shoqërisë tonë. Ne e shohim familjen si investim, jo si një numër, si një statistikë elektorale. Ne e shohim triun tonë si forcë thelbësore, si potencial, si pasuri kombëtare, e jo si problem që na rëndon mbi supe. Dhe ne mbi gjitha e shohim shtetin si shërbim ndaj të cilit përulemi të gjithë, jo si një karrike të cilin duam ta kapim domosdoshmërisht e gjithherë e pandërprer. Ne pra e shohim Republikën tonë si mision tonin, sepse e kemi vetëm një Kosovë, e kemi një Kosovë të qytetarëve tanë dhe kjo Kosovë thërret sërish për lidhjen demokratike të Kosovës. Sepse thërret ne duhet t'i përgjigjemi me plot maturi, por sot në këtë fushat duhet t'i përgjigjemi me projekte konkrete për pasurinë më të madhe që kemi ne, pra për njerëzit e Kosovës. Prandaj njerëzve të Kosovës duhet t'i dalim në krah dhe për këtë arsye kemi para që në fillim të rrisim të gjitha pagët e sektorit publik me koeficientin 150, thënë ndryshe, thënë shqip, pagat për mësuesit në qeverin tonë do të bëhen plot 1.000 euro në muaj, ky është zotimi jonë. Përveç mësuesve, çdo polic i Kosovës, çdo ushtar i forcës së Kosovës, çdo zjarfikës do të ketë pagë 900 euro, çdo infermier do të ketë pagë 975 euro e çdo mjek bazik do të ketë pagë 1.200 euro në qeverisjen e Kosovës. Natyrisht se do të kujdesemi edhe për pensionistët e Kosovës, për ata që kanë dhënë një jetë të tërë për shoqërinë tonë, për shtetin tonë, për familjet tona. Pensionet që i merrni janë lëmosh, Kosova s'mund dhe s'duhet ju jap më. Prandaj ju zotohemi unë dhe gjithë lista jonë për 110 antarëve, se pensionet tuaja brenda 3 viteve do të rriten vitin e parë 200, vitin e dytë 250, vitin e tretë do t'i keni 300 euro pension për ju. Do të kujdesemi për familjen dhe do të krijojmë Ministrinë e Mirëqenies dhe të familjes, sepse besojmë se shteti duhet të jetë në krah të familjes që nga dita e parë e lindjes e deri tek punësimi. Prandaj, ju themi, ju zotohemi se për çdo të posalindur Kosovë, shteti do ndaj plot 2.400 euro për vitin e parë, thënë ndryshe nga 200 euro në muaj për secilin fëmijë të posalindur Kosovë. Ju zotohemi po ashtu se të rinjve tonë, pasurisë më të madhe që kemi në Kosovë, do të sigurojmë trajnime në teknologji informative dhe në zanate të tjera, plot 40.000 të rinj do të trajnohen e aftësohen që të marrin punë me paga të larta në Kosovë, e ju garantojmë po ashtu se secilit posat diplomuar, secilit që ka kryer fakultet, do t'i garantohet punësimi me një herë për 6 muaj me pagë 500 euro në muaj. Por ne jemi qeveri jo vetëm ndihmesës e barazisë e trajtimit të mirë të atyre që ka nevojë, e me rritjen e çmimeve të gjithë qytetarët ka nevojë, ne jemi qeveri e projekteve të mëdha kapitale. Prandaj do të nisim disa projekte madhore në vend. Më e rëndësishme, më i madhe padyshim mbetet ai shëndetësor. Qeverisja e LDK-s do të ndërtoj spitalin e ri, qendrën e re klinike universitare me gjysmë miliardë euro këtu në Prishtinë e në fushë Kosovë, në mënyrë që të kemi shëndetësi përfundimisht moderne në Kosovë. Do të bëjmë dhe gazifikimin e Kosovës e të ndërtojmë centralen e ri me gaz, sepse është koha e fundit që mos të djegim para në energji elektrike. Për 5 vite, popullistët
kanë ndjekur mbi 1 miliard euro para tuaja në energji elektrike. Është koha që Kosova të mbajë vetën vetë me gaz dhe atë gaz amerikan. Këtë do të bëjë Lidhja Demokratike e Kosovës, këtë e ka projekt, siç do të nisim e do të përfundojmë dhe unazën e jashtme të kryeqytetit, një unazë që zhvillon Prishtinën metropolitane dhe Fushë Kosovën bashkarisht në një rrjet të gjerë komunikacioni me Kosovë. Nga Prishtina, nga rrjeti rrugor i Prishtinës edhe i Fushë Kosovës, do të lidhim e përfundojmë dhe rrugën për Mitrovic, për Podojev, për Pej dhe atë për Gjakov, sepse çdo qytet i Kosovës duhet të jetë i lidhur jo më së largu se 40 minuta kohë. Këto rrugë do t'i përfundojmë në fillim të mandatit tonë të parë dhe për këtë zotohemi të gjithë, zotohem unë, zotohet lista ime, cilën e pri e 110 kandidatëve të LDK-s. Punë dhe vetëm punë ka me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Prandaj, dashur qytetar, ju ftoj që të kuptoni se vendimi juaj ka rëndësi të madhe për të ardhmen e Kosovës, për të ardhmen e fëmijëve që ende s'kan lindur e do të lindin, për të ardhmen e fëmijëve që do të shkojnë në shkolla, ku kemi plan për mësim tërditor për secilin fëmijë në Kosovë. Atë plan të mësimit tërditor që kemi bërë në Prishtinë realitet, atë plan që po e premtojnë secila partinë, secilin komunë, e ka bërë realitet vetëm Lidhja Demokratike e Kosovës, e kemi bërë Prishtinë, do ta bëjmë dhe në Fushë Kosovë, fëmijët tanë të qëndrojnë në shkollë. Për ta bërë këtë gjë të mundur, ju ftoj të mbështesni kandidatët e LDK-s, listën prej 110 antarëve tanë, prandaj ju ftoj për një dorëtrokitje të madhe për secilin prej tyre që sot janë këtu. Të në përmi këtej